Ju përshëndes avokat, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, kënaqësi si gjithmonë. Komentin e parë dua për kontratën në vetvete, jam e bindur se tani me qarkullimin nëpër media edhe ju e keni parë çfarë ju thot mënyra e ndërtimit të saj, patjetër shifra edhe arsyeja sepse do të paguhen gjitha këto para. Së pari duhet të thënë që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithçka që është kryer nga Partia Demokratike është e ligjshme. Ajo që konstatohet apo në pamjen e parë prima facie duket si e paligjshme në Republikën e Shqipërisë është burimi i të ardhurave, mënyra se si është mbajtur e fshehtë kjo kontratë, mosdeklarimi i saj në organet ligjzbatuese përkatësisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, e bëjnë të gjitha në këtë të hidhen dyshimin në radhë parë. Besoj që jemi ende shumë e herët për të folur nëse kemi të bëjmë apo jo me paligjshmëri. Sigurisht që prokuroria e posaçme në ushtrim të detyrave të saj kushtetuese dhe procedurale penale, besoj që ka regjistruar tashmë një procedim penal për të hetuar burimin e të ardhurave, mënyrën e pagesës së tyre, qëllimin për të cilin është lidhur kjo kontratë dhe mbi të gjitha kush e ka facilituar apo kush e ka lehtësuar apo kush e ka ndërmjetësuar në Shqip këtë kontratë. Në të gjitha këto përgjigje, besoj që duhet t'i jap prokuroria e posaçme përmes një hetimi i cili besoj do të marrë kohën e vet, duke qenë nëse kemi të bëjmë me një letërporosi për ndihmë të ndërsjellë juridike nga ana e Shteteve të Bashkuara, fatmirësisht kemi marrëveshjen e parë me Shtetet e Bashkuara që është e vitit 31 dhe 1931 dhe ka hyrë në fuqi 1936 dhe është rinovuar në vitin 2022. Pra, besoj që ndihma nga Shtetet e Bashkuara nuk do të mungojë. Fatmirësisht dhe thashë në krye të erës, kontrata është e ligjshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është njoftuar te organet tatimore sipas legjislacionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo që quhet ndryshe IRS, pra institucioni më i madh tatimor financiar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pagesat besoj që ajo që është bërë tashmë për $750,000 duhet të jetë dhe origjina e parave. Pra të gjitha këto lënë hije dyshimi. Besoj që kjo marrëveshje është e papërshtatshme në kohë për Partinë Demokratike dhe mënyra se si është bërë publike tani. Ajo unë kam pasur rastin ta ndjek nëpërmjet postimit të Donjës Kokallari, besoj që ka qenë e para që e ka publikuar këtë dhe më ka bërë përshtypje tani më edhe në një kohë të papërshtatshme për Partinë Demokratike përpara zgjedhjeve të vitit 2025. E kuptova. Avokat, ju thoni se besoni se s'pak kanë nisur një procedim penal, po nëse i referohemi të paktën informacioneve zyrtare që janë publikuar, s'pak thotë se kanë nisur hetimet dhe verifikimet. E thoni këtë në kuadër të informacioneve që keni apo të drejtijeve që shihni te kontrata edhe patjetër eksperiencës që keni në mënyrën se si jeton prokuroria e posaçme? Informacion konkret nuk e kam dhe do të ishte jo e ullës edhe si kur ta kisha ta publikoja. Por besoj që duhet të kaloj së pari filtrat e verifikimit, pra sa herë që regjistrohet një procedim penal, merret 2 javë kohë sipas kodit procedurës penale për të bërë verifikimet përkatëse, dhe nëse prokurori apo grupi prokurorëve së bashku me grupin e punës edhe të oficerëve të policisë gjyqësore në rastin konkret edhe të oficerëve të byrosë kombëtare të hetimit, dilet në një konkluzion. Dhe nëse ka të dhëna të mjaftueshme për të regjistruar një procedim penal, besoj që regjistrohet procedimi penal. Po me mënyrën se si ju e shihni këtë kontratë, ju thoni që aty janë dyshimet e arsyeshme, sidomos për financimin e parave. Patjetër që ka një procedim penal, jo mosdoshmërisht sjell një komunikim akuze, por besoj që ka të dhëna të mjaftueshme për prokurorinë e posaçme që të regjistrojë procedimin penal, të paktën për disa vepra penale, siç është pastrimi i produkteve veprës penale apo krimet financiare dhe krimet të tjera zgjedhore, sepse krimi zgjedhor nuk është vetëm kur paguhet blerja e një apo disa votave. Krimi zgjedhor mund të konsiderohet në mënyrë të zgjeruar edhe kjo lloj fenomeni. Dhe për shkak të subjekti procedurial, sipas ligjit 75 kodit procedurës penale, kompetente nga pikpamja rendore është prokuroria e posaçme. Pra unë besoj që ka të dhëna të mjaftueshme për të filluar një procedim penal. Se çfarë do dalë si rezultati i përfundimit procedimit penal, kjo mbledhet për të parë.
Ju thatë në fakt, avokat, se e gjithë kjo është publikuar në një kohë të papërshtatshme, duke patur parasysh se jemi në fushat elektorale, po nga ana tjetër për Partinë Demokratike vetë mund të jetë shumë e përshtatshme, se ndoshta këto para do të përdoren konkretisht për fushat elektorale, megjithëse të paktën nga informacionet që kemi deri më tani tek kontrata, mbetet e vështirë për t'u lexuar. Nga ana tjetër, pretendimin që ata kanë se këto para janë mbledhur nga emigrant. Mund ta besojmë qoftë ligjërisht, po nga ana tjetër edhe nga një lloj leximi të gjithë kësaj çështjeje? Unë besoj që 6 milion dollar janë relativisht shumë për realitetin socioekonomik shqiptar, që të mbledhen qoftë edhe nga emigrantët. Minimalisht që të mbledhen 6 milion dollar nga emigrantët, sikur secili prej tyre të ketë nga 1.000 dollar, duhen minimalisht 60.000 njerëz, që është praktikisht e pamundur që 60.000 njerëz të japin. Megjithatë, edhe sikur t'i kenë dhënë, duhet secili prej tyre të bëjë, pra Partia Demokratike duhet bëjë transparencën, sa ka qenë numri i emigrantëve, me emër, atësi dhe të dhënat e tjera personale, numrin e IBAN-it apo si është bërë donacioni i këtyre emigrantëve apo diasporës shqiptare, dhe mbi të gjitha cila është arsyeja se një njeri që dhuroj të paktën 1, 2 apo 3.000 dollar vetëm për tifozlik politik, për ata njerëz që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe i fitojnë parat e tyre me shumë mundim për të përmirësuar kushtet ekonomike familjare, besoj që është një, le ta themi, një prallë e pabesueshme edhe për fëmijët e klasës parë. E vërtet, shifër shumë e lartë kjo. Duke patur parasysh se lobimi do të ushtrohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, avokat, ju mendoni se do të jetë e thjeshtë edhe për organet ligjzbatuese në Shqipëri që ta hetojnë edhe të marrin informacione përmes letërporosive që përmendët edhe në fillim, duke patur parasysh bashkëpunimin mes dy vendeve? Patjetër që po, për më tepër që duke qenë se nëse do e regjistroj prokuroria e posaçme, se ta marrim të mirëqen për një moment që e ka regjistruar prokuroria e posaçme, duke qenë se prokuroria e posaçme është një investim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, bashkëpunimi do të jetë më i madh dhe becimi i publikut është ende më i madh nëse do të pa dashur të fyej ndonjë prej prokurorive të rrethave. Në këto kushte do marrë kohën e saj, patjetër që do marrë kohën e saj, besoj të paktën 6 apo 7 muaj që të kthehet një letërporosi me të gjitha të dhënat i do, për mos të bërë të bezdisshëm, ka një rrugë të gjatë se si shkon një letërporosi përmes 2 ministrive të vendeve respektive, prokurorisë përgjithshme dhe gjithë të tjera. Megjithatë, për të qenë konkrete, besoj që do të ketë rezultate konkrete nëse do të regjistrohet një procedim penal. Duke qenë se kemi të bëjmë me një vepër e cila po e marrë të mirëqen që është një vepër penale, ka të natyrës krimit financiar, është tërësisht e gjurmueshme nga pikpamja ligjore për të gjetur burimin e të ardhurave, mënyrën e kryerjes së pagesës dhe gjithçka tjetër që lidhet me këtë kontratë. Unë ju falenderoj shumë, avokat, për lidhjen e drejtë për drejtë dhe për gjitha informacionet që ndat me ne. Faleminderit.